Ju thash në fillim që do të jemi bashkë me zotrin Besnik Peci, cili është udhëhec i kujdesit alternativ në soshatrat e fëmijëve të Kosovës. Gjithmonë kur të lidhet një qershori, na shkon mendja te soshati, një prej institucioneve më kredibile në vendin tonë, kështu që për këtë arsye Besniki do të na njoftoj më shumë rreth gjendjes, po edhe punëve që po zhvillohen atje. Mirë se keni ardhur. Mirë se jemi, faleminderit shumë për ftesën dhe për hapësirën që keni ndarë për organizatën tonë. Një herët më lejoni që gjithë fëmijëve në botë, posaçërisht këtyre në Kosovë, në emër fëmijëve të soshatrat të Kosovës dhe po ashtu në emër stafit të soshatrat të Kosovës, t'ju uroj ditën e fëmijëve. Urime edhe juve që gjatë gjithë kohës punoni me ta, edhe di që pavarësisht është punë shumë e mirë, po edhe punë shumë sfiduese, apo jo? Pas jemi të një qershori, sa është punë sfiduese, po e nisim kështu për intervistë. Po është kënaqësi e jashtëzakonshme me u bë pjesë e ndryshimit edhe me u bë pjesë e zhvillimit potencialit fëmijëve pa kujdes prindëror. Edhe normalisht për shkak backgroundit edhe gjanave tjera puna din të jetë sfiduese, megjithatë më shumë marrim kënaqësi për asaj që bëjmë sesa që sfidohemi. Sa i përket soshatrat e fëmijëve të Kosovës, ne funksionojmë prej vitit 1999. Jemi për kujdes për një numër shumë të madh fëmijëve pa kujdes prindëror. Aktualisht i kemi 30 fëmijë të vendosur në soshat, do të thotë fëmijë pa kujdes prindëror që janë vendosur në soshat dhe janë strehuar aty dhe marrin shërbime prej neve. Edhe po ashtu i kemi 14 familje me cilat punojnë në strehim familjar, domethënë kryesisht me fëmijë pa kujdes prindëror dhe ata që janë vendosur në Farefes. Soshatrat e fëmijëve të Kosovës punojnë shumë edhe në parandalim të braktisjes së fëmijëve përmes programit fuqizimit të familjes. Aktualisht mbi 700 fëmijë marrin do të thotë shërbime në funksion të parandalimit të braktisjes së fëmijëve prej familjeve tyre biologjike. Mirë, e thash në fillim që një prej institucioneve më kredibile është në vendin tonë, gjithmonë ka me vërtet shumë, po e them kështu, lavdata, se qysh menaxhohet, po sa jemi të menaxhimi, sa jeni të kënaqur dhe me përkrajen qoftë institucionale, po edhe pse jo të tjerëve të cilë të vinë, pasi që fëmijët nuk duhet me u kujtu normalisht veç me këtë me një qershor, po edhe aktivitete tjera, duke di që për ta edhe për juve njëkohësisht është sfidues edhe 364 ditë të tjera. Është e rëndësishme përmendet që përkraje institucionale kemi, bashkëpunim me qendrat për punë sociale në për Kosovë kemi, është bashkëpunim i shkëlqyshëm, mirë po nevojat e fëmijëve janë jashtëzakonisht të larta, si rrjedhoj e nevojave të tyre dhe po ashtu si rrjedhoj e një numër shumë të madh përfituesve që e kemi ne, do të thotë përkraja është e domosdoshme me u punu shumë pe departamentit tonë të fondeve që thjesht me i plotësu nevojat e fëmijëve. Departamenti jonë i fondeve tash fundi ka lansu 2 fushata, fushatën digjitale, ku gjithë njerëzit e vullnetit mirë munden me vizitu webfaqen www.soskosova.org, edhe aty munden me u bë pjesë e një kampanje që me një shumë modeste, sistematike mujore munden me i përkra fëmijët e soshatrit, po ashtu jemi duke e promovu që sot vetë e kemi testu kampanjën face to face, e cila komu fokusu në Prishtinë, edhe ka për synim e për qëllim që me ju dhonë mundësi njerëzit vullnetit mirë me ndihmu. Jo vetëm me idenë edhe me pretekstin për me ngrit fondet organizatës për nevojat e fëmijëve, po edhe thjesht për me inkuraju punën komunitare edhe një grup dashamirës se thjesht përpiqen me u bë pjesë e zhvillimit apo pjesë e investimit në potencialin e fëmijëve pa kujdes prindëror. Mirë, përmende edhe kujdesin prindëror edhe sosi tash shumë vite, gjatë vitit, ka fëmijë të ri që vinë aty, çush është gjendja atyre, sa kujdeseni për ta, megjithëse e di kështu edhe për raporteve ndryshme që jeni fantastik në këtë pjesë. Faleminderit shumë, do të thotë është një punë jashtëzakonisht e madhe që bëhet për një stafi jashtëzakonisht të përgjithshëm dhe serioz, cilë përpiqen do të thotë që secilën nevojët fëmijëve me marrë me seriozitet, me trajtu me seriozitet edhe me i plotësu nevojat e tyre. Në raport me viteve të kaluara ka rëmje të braktisjes së fëmijëve dhe kjo na gëzon. Kjo është rezultat edhe i punës së qendrave për punë sociale, por rezultati projekteve tona të parandalimit. Edhe shpresoj shumë që vit pas viti kemi me pas më pak raste
Dhe thjesht kemi me mbrojt bërthamën e familjes që me pas sa ma pak fëmijë pa për kujdese prindërore. Po, do të më pyet edhe për pjesën e stafit, sa pasuroheni me staf të ri, ata që janë, sepse e di që ka, po them kështu, jo vetëm tradit, po ideja është që ka edhe nëna kështu që shiquin atë që janë, sës nënat që janë fantastike edhe që punojnë që sa vite aty. Po, në fakt ato janë heroinat e shoqatit, ato janë ato cilat e kanë sakrifikuar jetën e tyre për kujdesin 24 orë ndaj fëmijëve. Ne jemi duke kërkuar sosteze që i zaventson sosnanat dhe i përkra ato edhe pashtu i plotson nevojat e fëmijëve, qofshin shkollore apo nevojat për kujdes bazik, edhe i inkurajoj krejt ato gra cilat kanë interes me u bë pjesë e kontributit edhe pjesë e stafit së shoqatit të Kosovës, me u lajmëru në Facebookun e organizatës apo në Instagramin e organizatës, me na i lënë kontaktet, ne do të kontaktojmë dhe do t'i ftojmë për intervista për një angazhim afatgjatë dhe më të qëndrueshëm. Sa jemi, besnik kështu edhe si shoqëri, sa jemi bo ma pjesën vedisuse, po them, që me ndihmu këtyre institucioneve, që me qenë sa ma afër juve, jo vetëm sponsore, po njerëz të thjeshtë që me vërtet me ardhë dhe me kontribu, sepse është në mirë shoqërisë në fund të fundit, edhe për shkak edhe ndoshta po e quaj fatit, që kanë mujt me përcjell disa prej atyre fëmijëve, ata janë fëmijë tanë, janë vëllezërit motrat tona dhe kjo ka shumë rëndësi që ata të paktën duhet me u rrit kështu shëndetshëm edhe me përkraje nga gjithë shoqëria, jo vetëm nga. Ide ka një sensibilizim pak më të lartë se sa viteve të kaluara, megjithatë do të thotë ka nevojë të vazhdueshme thjesht për me përfitu mbështetës më të qëndrueshëm. Ta zom për me rastin e 1 qershore ditës të fëmijëve kemi pas shumë mes së shoqatit që na kanë ofruar në aktivitetet e javës së 1 qershorit i kemi filluar shumë më herët. Stafi së shoqata fëmijëve të Kosovës ka ofruar ligjërata nëpër shkollat të Prishtinës, ku nxënës grupmoshave të ndryshme kanë marrë ligjërata sensibilizuese mbi rëndësinë e mbrojtjes fëmijëve, edukimit tyre, mirëqenies tyre e kështu me radhë. Po ashtu kemi pas biznese të ndryshme, cilat ju kanë ofruar fëmijëve, edhe cilat kanë zhvilluar aktivitete rekreative me fëmijët. Do të thotë i kanë marrë, i kanë shëtit, i kanë qute lodrat, një kompani tjetër, që po më duket e paskit edhe ju sot sponsor këto Epcon, i ka marrë, i ka qu në akademit notit, thjesht fëmijët e kanë kalu një kur jashtëzakonshme me ta. Fëmijët e së shoqata të Kosovës nuk janë së shoqata të Kosovës, janë të Kosovës. Janë gjithve, prandaj do të thotë përgjegjësia sociale për përkujdesje ndaj tyre, për kujdes e për përkraje është nacionale, nuk është vetëm organizatës. Mirë, qysh kanë me qenë, po them kështu, projekte në vazhdim të juja, çka keni me ndërmarrë, jo vetëm për 1 qershor, po duhet të pyet sot cilat kanë qenë aktivitetet, ndoshta se fillon kështu me një me temë, po ideja është që edhe sot keni pasur ju aktivitete. Po sot e kemi pas në vazhdim e aktiviteteve me rastin e javës së qershorit, drejtave fëmijëve. Sot kemi pas një grup i fëmijëve kanë marrë pjesë në qeveri, ku kanë punuar në hartimin e strategjisë për mbrojtje të fëmijëve. Mandej një grup i fëmijëve tjerë kanë qenë ftuar prej policisë Kosovës, ku bashkë me ta kanë realizuar aktivitete. Një grup tjetër kanë qenë bashkë me neve si organizat, si dhe me komunën e Prishtinës, kemi realizuar aktivitete në sheshën e Prishtinës, ku fëmijët kanë pas rastin me lujt, me u eduku, me shpreh interesat e tyre për profesionet e tyre tashme, edhe thjesht ka qenë një ditë jashtëzakonisht aktive dhe shumë pozitive për fëmijët. Gjatë këtyre muajve në vazhdim, cilat janë planet? Na do të vazhdojmë, do të thotë me ofru shërbime 24 orë për fëmijët pa kujdes prindëror, do të vazhdojmë të ndjekim planet tona strategjike për fuqizimin e strehimit familjar në Kosovë, do të vazhdojmë të ofrojmë shërbime për fëmijët që janë rrezik të humbjes kujdesit prindëror gjatë gjithë vitit, që thjesht ky numër i braktisjes fëmijëve apo i lënies pa kujdes prindëror tyre të jetë sa më i vogël, si edhe po ashtu do të thotë kemi me vazhdu me kampanja dhe me fushata avokuese për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve edhe për promovimin e drejtave të tyre në vendin tonë.
Edhe e përmendë edhe për krajën institucionale, mendoni ose keni gjatë gjithë kohës kështu takime për mi shtu, për mi ndihmu ma shumë? Do të thotë takimet me partnerët tonë qeveritar, lokal dhe qendror janë sistematike, janë të rregullta, janë të vazhdueshme. Si që thash edhe në fillim të emisionit, nevojat janë jashtëzakonisht mëdha për shkak se numri përfituesve është shumë i madh. Edhe po shpresoj shumë që vit pas vitit do të thotë brenda mundësive që i kanë institucionet kanë me ngrit për krajën edhe kanë me ofru mbështetjen e nevojshme që thjesht fëmijët me marr ato që ju takon edhe thjesht me u mundësu me zhvillu potencialin e tyre maksimal. Mos të harrojmë që jeta është shumë dinamike, trendet e zhvillimit gjeneratave të reja janë të tjera prej atyre që ana kemi kalu, edhe nevojat janë të tjera. Do të thotë janë shumë më të lartë tash se sa që kanë qenë dikur. Unë të falenderoj shumë, urime edhe njerë kjo ditë edhe sidomos në këto ditë gjithmonë kur themi kështu urime, është edhe pjesa e përgjithësisë që vijë, kështu që përshpresoj shumë që t'ja dilni me shumë mund dhe me shumë sakrificë. Shumë faleminderit Edi për juve, për Radio Televizionit Kosovës, për hapësirën, për mbështetjen. Ju urojmë edhe juve shumë sukses në punën e juaj shumë të madhe edhe shenjën që e keni. Ju faleminderit shumë faleminderit. Të nderuar shikues,